që prej disa ditësh, çdo litër naftë që furnizon makinat tona po shitet më shtrenjtë. Çmimi i karburantit po i afrohet pragut prej 2000 lekësh për litër, duke rënduar edhe më shumë xhepat e shqiptarëve. Brenda vetëm një jave, çmimi 1 litri naftë u rrit nga 1750 lekë në 1980 lekë, një shtrenjtim prej afro 250 lekësh për litër. Për shkak se çmimet ndryshojnë çdo ditë, disa pika karburanti kanë hequr tabelat me çmimet, duke bërë që qytetarët të zbulojnë çmimin vetëm kur marrin faturën. Zyrtarisht, arsyeja lidhet me zhvillimet në tregjet globale të energjisë, tensionet gjeopolitike dhe pasiguritë në rajonet kryesore të prodhimit të naftës kanë shkaktuar luhatje të forta në bursat ndërkombëtare. Por sa herë që rritja e çmimeve bëhet një fenomen global, efekti në Shqipëri ndihet shumë më tepër. Ekspertët shpjegojnë se vetëm gjysma e çmimit të 1 litri karburant lidhet drejt për drejt me çmimin e naftës së papërpunuar në tregjet ndërkombëtare, ndërsa pjesa tjetër e çmimit janë kosto transporti, përpunimi dhe taksa. Aktualisht shqiptarët paguajnë 5 taksime të ndryshme për çdo litër karburant: akcizën, taksën e qarkullimit, taksën e karbonit, TVSH-n dhe taksën e rilicencimit, si dhe 2 taksa të tjera për pompat dhe skanimin. Këto taksa fryjnë automatikisht çmimin për litër karburanti, duke bërë që Shqipëria të renditet vendi i parë në rajon, i 5-ti në Europë dhe i 7-ti në botë për çmimin më të lartë të naftës, duke lënë pas Finlandën e duke u pasuar nga Zvicra. Por ndërkohë që në vendet e zhvilluara rritja e çmimeve përthithet më lehtë për shkak të pagave më të larta dhe alternativave më të shumta të transportit, në Shqipëri barra bie mbi portofolët e shqiptarëve, ku çdo rritje e çmimit të naftës reflektohet drejt për drejt në koston e jetesës.